Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Burrat më të suksesshëm e femrat sipas horoskopit. Në vend të parë binjakët. Me një binjak nuk mërzitesh kurrë. Janë të zgjuar, çapkën, spontan dhe din t'i mbajnë gjërat interesante. Komunikimi i tyre është arma kryesore. Din të bëjnë një bisedë të thjeshtë dhe gjëja të duket si aventurë. Kjo i bën të suksesshëm sepse femrat bien shumë shpejt për dikë që i bën të qeshin dhe i stimulon mendërisht. Në vend të dytë luani. Luanët kanë një prezencë që nuk shpërfillet dot. Janë të sigurt, dinë çfarë duan dhe e tregojnë pa hezitim. Femrat rriqen nga vetbesimi i tyre, mënyra si flasin, si ecin dhe si marrin kontrollin e situatave. Me luanin, çdo takim duket si skem filmi dhe kjo i jep një magnetizëm që funksionon gjithmonë. Në vend të tretë peshorja. Meshkujt peshore kanë një butësi dhe delikatesë që i bën të pëlqyeshëm. Janë të sjellshëm, të kujdesshëm dhe shumë të mpret në komunikim. Femrat e duan mënyrën e tyre elegante të qenit, as agresiv as të ngatruar. Thjesht janë të saktë në çdo lëvizje. Karizma e tyre është natyrale dhe e parezistueshme. Në vend të katërt, shigjetari. Shigjetari ka një spontanitet që të çon pas. Janë aventurier, pozitiv dhe me një energji që të bën që të ndihesh gjallë. Gratë të rriqen sepse me ta ndihesh i lirë, ndihesh i qetë dhe jashtë rutinës. Ata nuk bëjnë shumë përpjekje, thjesht mënyra si janë i bën tërheqës.